Forcat mbrojtëse të Izraelit njoftuan të hënën se kanë ndërmarrë sulme ndaj objektivave ushtarak në rajonet perëndimore dhe qendrat të Iranit në një zhvillim që pritet të rrisë më tej tensionet në lindjen e mesme. Sipas deklaratës së ushtrisë izraelite, objektivat e goditura ndodheshin në zona strategjike të territorit iranian. Autoritetet izraelite nuk kanë dhënë detaje shtesë mbi natyrën e operacionit apo mbi dëmet e shkaktuara nga sulmet. Menjëherë pas njoftimit, mediat shtetërore iraniane raportuan shpërthime të fuqishme në Teheran, ndërsa incidente të ngjashme u raportuan dhe në Tabriz dhe Isfahan. Agjencia iraniane Mer News bëri të ditur se në kryeqytetet u dëgjuan disa shpërthime, ndërsa televizioni shtetëror IRIB konfirmoi raportime të ngjashme dhe në qytete të tjera. Zhvillimi vjen vetëm një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump i kishte kërkuar kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të shmangte një sulm hakmarrës në Iranit. Sipas mediave amerikane, gjatë një bisede telefonike mes dy liderëve, Trump kishte paralajmëruar se një përshkallëzim i mëtejshëm mund të dëmtonte përpjekjet diplomatike për arritjen e një marrëveshje mes Washingtonit dhe Teheranit. Në një intervistë për Financial Times, presidenti amerikan deklaroi se Izraeli duhet të respektojë çdo marrëveshje që Shtetet e Bashkuara mund të arrijnë me Iranin, duke theksuar rolin e Washingtonit në procesin diplomatik. Ndërkohë, autoritetet iraniane kanë paralajmëruar kundërpërgjigje nëse sulmet vazhdojnë. Sipas deklaratave të publikuara nga mediat shtetërore, Teherani po shërton mundësinë e bllokimit të ngushticës Bab al-Mandab, një prej korridoreve detare më të rëndësishme për tregtin ndërkombëtar dhe transportin energjetik në rajon. Përshkallëzimi i fundit rriti shqetësimet për një zgjerim të konfliktit në lindjen e mesme në një kohë kur përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve vazhdojnë të mbeten të brishta.